Zoti McAllister, kryetari i Komisionit të Jashtëm në Parlamentin Evropian, në Shqipëri ka thënë rasti Balluku është test kritik për rrugëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Te dosja Balluku, shumë deputet PD e kanë parë, për sekretet Timor, ka patur kërkesa për të publikuar dosjen. Do i publikojë sipas teje apo jo? Nëse sekreti Timor është marrë në kushtet e konfidencialitetit, i është dhënë antarëve të komisionit të mandateve. Ma këtu nga zotja Gronshia, ka bëj thirrje disa herë që ta publikojnë, ose të ma japin mua, tha e publikojnë. Tani, po më kërkoni që të komentoj një kërkesë për të shkelur ligjin. Çfarë komenti mund të bëju një kërkese për të shkelur ligjin? Në qoftë se zoti Sheaj do të shkel ligjin, është në të drejtën e tij, unë nuk i futem të komentoj. Gjithsesi partitë e reja, e futëm një lloj intermezzo. Mua më shqetëson shumë që ka një standard të dyfisht, që njerëz si zonja Balluku kanë imunitet dhe një qytetar shqiptar nuk ka imunitet përballë drejtësisë, por edhe përballë gjithë presionit që i bëhet në të gjitha mënyrat nga kjo qeveri gjigande burokratike e mbajtur nga krimi dhe droga, që përpiqet të futet në çdo segment të jetës së qytetarit shqiptar. Dhe kjo është shumë shqetësuese dhe do duhet të marrë fund një moment e mbar. Mirë, një koment për partitë e reja. Patjetër që duan fitojnë kapital politik nga protesta, nuk është se po ja dalin, ma sa po shikoj unë. Jeni ende për tezën e bashkimit, edhe pse janë shumë kritik me ju, agresiv. Si e shikon? Kjo është kjo teza e cila nuk është se ka funksionuar, po gjithsesi e dëgjoj shumë në PD, e dëgjoj në media, bashkim, po bashkim për çfarë? Varet nga prioritetet që ka gjithë secili. Varet nga prioritetet që kanë partitë e vogla, ndoshta ka parti që e kanë luksin sepse i kanë mundësitë ekonomike që të presin 30 vite derisa këto parti të rriten dhe të vinë në pushtet. Nëse do rriten gjithmonë. Nëse do rriten, po me ç'kam dëgjuar vërdall, domethënë se nuk merrem të dëgjoj se çfarë thon gjithë partitë, se Shqipëria ka 200 parti gati, është bërë sport kombëtar hapja e partive, dhe mirë bëjnë, se nuk ka asnjë problem, unë jam i djathtë edhe në fund konkurrenca e vendos këtë gjë, kur ka zgjedhje të lira dhe të ndershme gjithmonë. Kështu që varet nga prioritetet që ka çdo parti dhe çdo individ. Unë di të them këtë gjë, qytetarët shqiptar nuk e kanë luksin të presin 30 vite, se një jetë kanë, derisa dikush tjetër të vijë dhe të bëjë heroin dhe të na shpëtojë. Qytetarët shqiptar e kanë emergjent sot, sepse qytetarët shqiptar sot janë në kushtet e një varfërie shumë të madhe. Eurostati dhe Banka Botërore thonë që 20% e shqiptarëve janë në kushtet e varfërisë ekstreme. Nuk mbyllin dot muajin. 55% ishte një anketë e publikuar 1-2 muaj përpara që thoshte 55% e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin nga shpenzimet. Dhe shumica buxhetin harxojnë për ushqime. Shumica në një shifër shumë të madhe e shpenzojnë për ushqime, diku te gati 70% e buxhetit të një familje shkon për ushqime, shifra më e madhe në Europë. Ashtu siç 20% që është shifra më e lartë në Europë për varfërinë ekstreme, dhe siç 42% e shqiptarëve që jetojnë në kushtet e përjashtimit social, është shifra më e lartë në kontinentin evropian. Që do të thotë 42% e shqiptarëve shpenzojnë vetëm për gjërat më bazike për të mbijetuar. Nuk e kanë luksin shqiptarët që të presin të vinë një hero dhe t'i shpëtojnë. Dhe ndaj, unë vazhdoj të them, dhe ky ka qenë qëndrimi i Partisë Demokratike i zotit Berisha gjithashtu, që sot është thelbësore që ne të bashkohemi përtej çdo dallimi. Do kemi kohë sa të duan këto partit që të merremi se kush do t'i uli taksat më shumë, se si e shikojmë neve qasjen ndaj qeverisë, ndaj mekanizmave të balancës së pushtetit, çështjet për gjyqësorin, për arsimin, për shëndetësinë, po nuk është ky ai moment, sepse ne ngatrojmë kohën politike historike në cilën ne ndodhemi. Dhe çdo veprim politik do duhet i përgjigjet kohës në cilën ne jemi. Sot nuk jemi në kushtet e një gare elektorale aq më tepër të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme që uroj të ndodhin sa më shpejt në Shqipëri. Sot jemi në kushtet kur do duhet krijojmë një front kundër këtij regjimi autokratik, sepse një regjim autokratik mundet, smbrapset, vetëm kur sheh që presioni së brendshmi është rritur në këto nivele kaq të larta, sa ka detyruar dhe presioni ndërkombëtar të rritet në këto nivele të larta, të krijojnë të dy së bashku sinergjin për ta smbrapsur. Dhe ne po u morëm me gjërat e vogla që na dallojnë, sepse unë mendoj të gjithë ne që dalim në shesh.
Të gjithë ose një pjesë e madhe e atyre që votojnë partit opozitare sot i bashkon një emërus, që është largimi një orë më parë i kësaj qeverie antishqiptare. Hajde të punojmë në drejtim të kësaj. Dhe më pas, kur një qeveri teknike të përgatis vendin, të përgatitet Ju jeni të hapur për bashkëpunim pavarësisht kritikave nga këto parti. Ne jemi të hapur të bashkëpunojmë me çdo që shikon si të keqen më të madhe kryeministrin e vendit sot. Kam një pyetje të fundit, strategjia që do ketë opozita. Pra duke sikur protesta e ka mjegulluar pak, e ka lënë në hije opozitën për shkak se dominohet sheshi që e ka patur opozita me protesta her pas hershme. Çfarë do të bëj duke filluar nga shtatori? Pra do jetë opozitë fortë në parlament, jemi komentet për reformën territoriale sepse janë pjesë e aksionit tuaj. Pra çfarë do ndodhi me strategjinë edhe për zgjedhjet lokale 2027, sepse në shtator fillon edhe viti politik. Po, për ne nuk ka fund edhe fillim të sezonit politik. Partia Demokratike ka ndezur motorët, është në teren, është në një betejë shumë planshe. Ne kemi thënë dhe më përpara që ne nuk jemi të fokusuar vetëm në një aspekt ose në një front, sepse nuk e kemi luksin të fokusohemi vetëm në një betejë. Betejja e Partisë Demokratike është shumë planshe, qoftë në teren, qoftë me protestat, siç e përmendët ju, dhe sot nuk është vetëm Partia Demokratike në bulevard, është gjithë shoqëria shqiptare në një farë mënyre. Dhe kjo gjë patjetër që na gëzon. Jemi në betejë në parlament, në komisione parlamentare, vazhdimisht në komunikime ndërkombëtare, në ndërgjegjësime ndërkombëtare, duke bërë çdo gjë që të mbështetet protesta, dhe qëllimi ynë është që kjo protestë të jetë e suksesshme për qytetarët shqiptar në radhë të parë, sepse është ndoshta një nga mundësitë e vetme apo të fundit që ne të gjithë së bashku të mund t'i vendosim kufirin aty ku duhet këtij autokrati, dhe ta detyrojmë që të smbrapset dhe të dorëheqet dhe të lërë këtë vend që të marrë frym lirisht sërish në mënyrë të lirë. Ndaj edhe vjeshta do jetë një vazhdim i betejës në të gjithë këto plane, natyrisht me një strategji të re, me një mënyrë të re organizimi, veprimi. Si do t'jetë? Nëse kemi një detaj. Dhe në teren, po ne kemi qenë në konsultim dhe në diskutime të vazhdueshme me Institutin Republikan Amerikan për shembull, për të parë se si mund të jemi ne më mirë të pajisur, po themi, me të gjitha mënyrat për t'i bërë ballë këtij regjimi autokratik, se si do duhet bërë puna në teren, ku vendi kombëtar i Partisë Demokratike e ritheksoi që në themel të veprimtarisë së Partisë Demokratike është demokrati, është militanti, ai është Chelsea, është seksioni, si bërthama me vogël, e cila do duhet të bëj gjithçka për të qenë fort vet dhe për të qenë në krah të qytetarit shqiptar, në mënyrë që ne mos ta lëmë qytetarin shqiptar vetëm përballë presionit të jashtëzakonshëm që ai ka nga gjithë kjo makineri gjigande e bazuar në paratë e narkotrafikut, por të na ketë ne në krah për t'i bërë ballë së bashku këtij regjimi autokratik, për të vrarë frikën tek të tjerët, dhe për të garantuar që qytetarët shqiptar të mundet së shpejti të votojnë të lirë. Ne do vazhdojmë presionin ton pa diskutim për një qeveri teknike, një qeveri që del jashtë partive politike, por që ka mandatin për të çliruar administratën në radhë të parë nga presioni që ka, për të bërë një luftë aq sa mundemi në këto rrethana ndaj krimit të organizuar dhe ndaj ndikimit të tij në zgjedhje, dhe për t'i lënë shqiptarët të votojnë lirisht dhe të zgjedhin pastaj këtë duan. Unë do bëj gjithçka mundem së bashku me ekipin drejtues të Partisë Demokratike që PD-ja të ketë alternativën më të mirë, ofertën më të mirë elektorale, por kjo i takon një momenti të dytë kur ne të jemi në këtë betejë elektorale në kushtet e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Sot fokusi ynë është qytetari shqiptar të mos ndihet vetëm, sepse nuk është vetëm, dhe unë dua të them edhe këtë gjë që e kam shumë për zemër ta them. Unë jam shumë i ndërgjegjshëm që ka shumë skeptik me Partinë Demokratike me ne. Për një arsye.
Partia Demokratike është demonizuar në dekadën e fundit, po veçanërisht në 5-6 vitet e fundit, është një propagandë e llaktarshme që është tentuar të bëjë një inxhinieri psikike me qytetarin shqiptar.